vendore në rrugtimin e lirisë së Kosovës, por dy konferencat ndërkombëtare që janë organizuar në vitet 90-ta, ajo e Londrës së vitit 1992 dhe e Daytonit e vitit 1995, e që u dedikuan kryekpot për procesin e shpërbërjes së Jugosllavisë, ato nuk dhanë rezultate konkrete. Dhe kësaj, duke parë që Kosova po stagnonte, ata djemë dhe vajza të cilët morën pushkën dhe i dolën në ballë, ndryshuan rrjedhin e historisë së Kosovës, sepse në rrugën që ishim të ngadalt, ka rshi dhe faktorin ndërkombëtar që interesoi mjaft pak për Kosovën, sepse nuk kishte reagim tjetër ndërkombëtar për Kosovën dhe procesin e shpërbërjes së Jugosllavisë. Në Kosovë, qofshin ato të nivelit më të ulët, qofshin edhe institucionet shkencore, i kanë kushtuar në rëndësi të veçantë familjes dhe epopejës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Instituti i Historisë me tekst të veçantë ka organizuar 2 konferenca për familjen jashtare dhe për çlirimin e Kosovës, ku ndër temat kryesore që janë trajtuar në këto konferenca kanë qenë roli, rëndësia, kontributi i familjes jashtare, kontributi i familjes jashtare në aspektin vendor dhe në aspektin ndërkombëtar, ku studiuesit kanë sjellë risi dhe kanë pasqyruar në mënyrë të detajuar kontributin e kësaj familje për çështjen e Kosovës dhe luftën çlirimtare. Çdo kush që hezitonte të bashkojë radhët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, tani më kishte një model, ai ishte familja jashtare dhe nuk hezituan. Radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës tani më u mbushën pas rënies së familjes jashtare. Çdo kush donte të ishte ushtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, nga se besonte se rruga e vetme për ta çliruar Kosovën ishte kjo. Vetë fakti që në kompleksin memorial mbi 18 milion deri më tani që nga pas lufta e kanë vizituar dhe kryesisht janë nxënës, diplomat, përfaqësues të institucioneve qoftë vendore dhe ndërkombëtare, kjo do të thotë mjaft shumë për të parë se sa opinioni është i interesuar për të informuar me këtë ngjarje. Të rinjët në Kosovë, gjithnjë e më shumë, janë të predispozuar për të informuar më thellësisht për betejën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pra për epopejën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që është në prekaz. Sipas historianëve, dokumentimi i luftës është thelbësor për ta ruajtur kujtesën kolektive dhe për ta kuptuar realitetin e ngjarjeve. Shteti i Kosovës i ka kushtuar një vëmendje të veçantë epopejës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kjo për arsye sepse kjo ngjarje ka ndikuar mjaft shumë në ndryshimin e rrjedhës së historisë së Kosovës. Familja jashtare dhe epopeja e ushtrisë çlirimtare janë faktorët kryecial në gjithë ndryshimin rrënjësor të rrugtimit të Kosovës për të ardhmen e saj. Ndër ngjarjet që është pasqyruar më së miri, që ka të dhëna pafund për krimet që ka bërë shteti serb, është lufta në Kosovë. Si Instituti i Historisë jemi në përpjekje të vazhdueshme në grumbullimin e materialeve arkivore që në të ardhmen të shkruajmë dhe të ofrojmë të dhëna të pathëna më parë. Historia e popullit tonë është mjaft e ngjeshur me personalitete historike, me dhëna historike, sepse kishim rezistencë një shekullore vetëm pushtimin serb ndaj Kosovës, që nga 12-ta deri në 99-ën kemi të dhëna pafund për krimet, masakrat që ka bërë Serbia ndaj popullatës shqiptare në Kosovë. Kemi të dhëna pafund për rezistencën e popullit që ka bërë që nga Shot dhe Azem Galica, më pas Shaban Polluja dhe të tjerë. Kemi rezistencën që është Adem Demaçi, për shembull për një periudhë të caktuar kohore. Kemi demonstratat e vitit 1980 që ndryshuan kauzën dhe rrugtimin e çështjes së Kosovës, për të vazhduar më pas me kërkesat paqësore të rrugtimit të Kosovës
për pavarësi, por që nuk dhanë rezultate konkrete, e që në fund do të kulmojmë me rezistencën e ushtrisë shkrimtare. Do të thonë, këto periudha historike dhe këto personalitete, këto kanë ndikuar që kemi një balans në të gjitha temat.